Përfaqësuesin e 3 ambasadave, do thotë të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, zonjën Shukriye Ramadani. Kala për ditë. Të nderuar të pranishëm, të dashur pjesëmarrës, artist, të respektuar, organizator, bashkëkombës, miq të artit dhe të historisë. Më lejoni që t'ju drejtoj në emër të Ambasadës Republikës së Kosovës, Ambasadës Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ambasadës Republikës së Shqipërisë. Në veçantë përshëndes përfaqësuesin e Ambasadës Republikës së Shqipërisë zotin Balon Gashi dhe përfaqësuesin e Konsullatës Kosovës në Zyrë zotin Berisha. Kam deri në veçantë që të përshëndes sot këtë ngjarje të jashtëzakonshme që na mbledh të gjithë rreth një figure që nuk njeh kufi, Gjergj Kastriot Skënderbeu. Në këtë vit simbolik, kur shënon 620 vjetorin e lindjes së heroit tonë kombëtar, ky takim artistësh, krijuesish dhe dashamirës së dheut nuk është thjesht një ekspozim. Është një akt nderimi, një rikthim në rrënjë dhe një zgjidhje fuqishëm që bën të gjallë amanetin e Skënderbeut, bashkimin, identitetin dhe dinjitetin tonë si kom. Gjergj Kastrioti nuk ishte vetëm një strateg, udhëheqës e mbrojtës i tokave tona. Ai ishte dhe mbetet simboli më i pastër i lirisë, i qëndresës dhe i krenarisë kombëtare. Një dritë që ndriçoi përballë errësirës dhe që frymëzon edhe sot, jo vetëm shqiptarët kudo që janë, por edhe çdo njeri që beson në të drejtën për të jetuar i lirë dhe në dinjitetin dhe identitetin e pacenuar. Në këtë ekspozitë përmes panelit, skulpturës, zërit, fjalës dhe shpirtit të artit, Skënderbeu vjen mes nesh si nga figurë e largët, si një figurë libri, romani, por si një frym që na bashkon. Edhe sot, nga Prishtina, nga Tirana, Shkupi dhe çdo cep i Dardanisë shqiptare, këtu në Zvicrën tonë të bukur. Të nderuar miq, në këtë vepër artistike nuk shohim vetëm portretin e një heroi, shohim shpresën që mbijeton, kulturën që nuk ushua dhe amanetin që mbetet i gjallë mes nesh. Amanet për të ruajtur gjuhën, identitetin, vlerat dhe nderin tonë. Pa u lodhur, pa u përkullur dhe pa harruar kur gabim dhe kudo ecim. Në emër të të 3 ambasadave, ju falenderoj me një njojë më të thellë për këtë organizim dinjitoz. Falenderojmë artistët që sollën shpirtin e tyre përmes artit, shoqatën Gjergj Kastrioti, me udhëheqësit e tyre në Zvicër, për vizionin dhe për kushtimin e vazhdueshëm dhe ju të gjithëve të pranishmit për dashurinë ndaj historisë dhe kulturës shqiptare. Lavdi Skënderbeut tonë, lavdi artit që e mban gjallë kujtimin e tij, lavdi bashkimit tonë kulturor për te çdo kufiri. Faleminderit nga zemra. Falenderojmë zonjën Ramadani.